Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Vlorës, ku është dhunuar fizikisht avokati Kujtim Cakrani, avokati ish presidentit të Shqipërisë Ilir Meta. Për rrjedhoj, Cakrani është nisur menjëherë drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Avokati Kujtim Cakrani ka dhënë dëshminë e tij nga reparti i kirurgjisë së Vlorës, ku ai ndodhet i shtruar prej orësh pasi u dhunua fizikisht nga 2 persona. Sipas avokatit, 2 persona djem që po udhtonin me një makinë janë afruar pranë makinës së Cakranit dhe e kanë provokuar me fjalë ofenduese. Pas provokimit nga ana e tyre, Cakrani u shpreh se djemt në fjalë janë afruar pranë makinës së tij, ku ky i fundit qëndronte i ulur dhe e kanë goditur. Ishin 2 çuna me një makinë të cilët pasi më provokuan më dhunuan fizikisht. Nuk i njoh ata. Me njërin po bisedoja, tjetri më goditi pas koke. Ka ndodhur në hyrje të Vlorës në një pikë karburanti, nuk e kam iden. Erdhën aty, provokuan dhe më pas filluan me fjalë fyese. Ata dolën nga makina, më dhunuan. Ka qenë me mjet prerës. Më goditën pas koke, unë isha ulur në makinë. Njëri nga dritarja po më ofendonte, kurse tjetri hyri nga dera e pasagjerit dhe më goditi. Më thanë, pse ke parkuar keq makinën, ke zënë gjithë karburantin. Pra ishte një mënyrë, një formë provokimi, nuk i njoh të dy. Ishin moshëre, tha Cakrani në dëshminë e tij. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.